Njëra prej mirësive të lutjes se Allahu Azza wa Jall e don robin i cili i lutet atij. Sa është i plot fuqishëm dhe është i gjithëmundshëm. Zoti të sprovon e don me ta ngu zonin tan. Madje Ibn Qayyimi kur e përmend mrekullinë e lutjes e thotë dhe e shpreh në këtë formë. Thotë njëra prej urtësive të sprovës është se Allahu Azza wa Jall robit vet i dha shumë e robi vet u habit mas kësaj bote. Habit mas kënaqësive të kësaj jete të përkohshme e u përmallu Zoti për zonën e robit vet. E sprovoi me pak mënyrë që ai t'i kthehet atij. Edhe ato e gjej kënaqësinë robi tek lutja dhe e plotësoi atë mangësi dhe Zoti e gradoi, e pastroi, edhe ja fali, edhe ja udhëzoi mundësinë, edhe ja udhuroi mundësinë për të rrugtuar drejt kënaqësisë së tij. Ne kemi histori të jashtëzakonshme, lutja bën mrekulli, sepse ju drejtohet atij i cili është Zoti i mrekullive, ai është Allahu Xhella Xhelaluhu, edhe shpesh herë sepse këtu pastaj njerëzit, edhe me siguri se këtu janë edhe vezveset e drejtë të mallkum, po edhe njerëzve të cilët janë islamofob që mundohen me e zbej edhe me nënvlerësu duan dhe lutjen, se këta mirën veç me lutje. E ne kemi model Muhammedin a.s. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ditën edhe ka punu, natën është lut, ditën ka punu, ditën është lut, edhe do më thonë i ka kriju mundësit nëpërmjet lutjeve edhe punëve të cilat në asnjë mënyrë nuk i ka da. E çka o kërkesa e lutjes? Kërkesa e lutjes, o vllai i dashur, është me kriju një ekuilibrim mes përpjekjeve edhe mundit tonë fizik, edhe të njëjtën kohë përkushtimit të ndaj krijuesit, edhe sikur ti i thua Allahut, mundi jam lidhet me mundësitë e mia. Mundësitë e mia janë të limitume, pjesën tjetër, çka unë nuk kam mujt me plotësu, me lutje, o i madh Zot, mungesën më ma plotësu.